është Amos. Provon, nuk e merr siç duhet, më pas Mintongo goditja. Shkon mbi tra që me 3 linjat momentalisht Mintongo, Kokomani dhe Janjeva për përbërjen një mundësi rrezikun le të shkojmë Contreras goditja të Romani ndërhyn sërish Diego Contreras në zonë. E kalon tek Ndreja, gjithmonë Ndreja goditja. Kemi parë dhe skema me pasimet të dyta. Është Kokomani, Mando, krosimi, Jata, topi shkon në rjetë, 1-0, Partizani bëgjen golin, është minuta e 14 dhe Jata dërgon topin në rjetë. Zhbllokohet sfida këtu në Elbasan Arena. Një gol fantastik, një ekzekutim perfekt i Jatës, por gjithçka në detaj pra nga nisja e këndores, një skeme bërë më parë, e provuar e tashmë rezulton mjaft pozitive në sfidën më të rëndësishme të sezonit. Shkoni gapon për pak Gjuzi për portën për shatice, por nuk ka fokus në dur, kërkoi të befasonte me të majtë shpejt Marcelo Gjuzi. Por le të shkojmë me Jata, këto Kazi godet, shikoni, Contreras ka pasur një devijim sa duket. Këto Figjati mundësi e mirë për provuar, le të shikojmë është Gjetsi, gjithmonë Gjetsi krijon hapësirën të majtën goditja mbi tra. Shpresojmë në përfaqësoj pra në vitin tjetër në kategorinë e dytë, por do kalojmë nga kjo sfidë për Mando, provon. Kjo goditje lehtë. Shkon në ngjitur me shtyllën e djathtë të upgraduar. Për shkak të mundësi, shikojmë Arbana. Për pak se nuk rrezikon Janjeva, mundësia për Amos, goditja që mbyllet për një çast nga Kokomani, pas ndërhyrja e Elmuçës. Mintongo provon të nxjerrë skuadrën, por duhet të tregojmë të kujdesshëm. Kanë treguar që mund të bëjnë më mirë për të shkëmbë të mundësi. Është Mando, mundësia goditës që Mando vonohet në goditje. Më pas shikoni çfarë humbet Monad Mando. Ju sugjerojmë që të shkarkoni aplikacionin e Partizanit Channel në App Store dhe Play Store. Por le të shkojmë të mundësi. Gjuzi provon i vetëm goditja. Goditja drejt qendrës largohet nga Mintongo, mund provoj Partizani, shikoni mundësi e mirë është Mando, gjithmonë Mando përballë Agejas, është Partizani Gudjufi, gjithmonë Gudjufi, mundësia goditse vjen, goditja shumë e lehtë dhe ndërhyrja e Toromanit, por çfarë mundësie? Le të shikojmë të mundësi. Provon aty Osman Lari, bën gjithçka mjaft mirë tek Sterling, gjithmonë Sterling me krahun e djathtë. Provon krosimi që devijohet shkon në traversën me pas Gudjufi. Gudjufi, marrje mirë topit, provon vet Gudjufi, pasimi për Kazim, gjithmonë Kazim mundësia, e më pas Contreras. 2-0 Partizani. Dhe fesa e kuqe tashmë shirohet gjithçka, shënon Contreras, por një aksion model nisi nga këmbët e Gudjufit, e më pas Kazim i qeti dha mundësinë e art Contrerasit për të shënuar një gol të lehtë le të themi në duke, por gjithçka ishte në një aksion model. Topi dhe Contreras, pasimi sakt tek Malio Nuzi që jep mundësi Gudjufi, gjithmonë Gudjufi, pasimi Sterling goditja. Kazim, shikojmë një mundësi e mirë për Partizanin, niset Sterling, gjithmonë Sterling, to Kazi, Contreras, 3-0 Partizani, e mbyllet gjithçka këtu miq. Një 3-0 të vullosur tashmë në minutën 86 sërish nga kolumbiani Contreras, i cili shënon golin e dytë në këtë play-out, në këtë play-off dhe të shtatin personal